Jom kanë shumë i lumtur kër kom marrë vesh që kombëtari jam ka thirrë treneri, jom kanë shumë i gëzuar edhe shumë i lumtur edhe e kom nisë mundësit mirë për karrierën tem. Është moment shumë i rëndësishme për mu se me lutë për kombëtarën është shumë sen e madhe edhe shumë e rëndësishme është për karrierën për këtë moment që jam qëtash. Ka qenë shumë mirë, krejt lojtarët që jom ardhë mirë më kanë pritë super, edhe po kuptojmë shumë mirë një me njënin tjetrin edhe super kemi e kena në ekip. Kanë shku ditë shumë mirë, dhe i qëtash super, me krejt, me stafin, me trenerat, me lojtarët, super krejt, po kuptojmë tanë mirë, treningi është i fort, niveli është shumë mirë edhe po që ajo është. Për mu është shumë e rëndësishme se po muna me lujtë për veti, për kombëtarën është mas pari shumë e rëndësishme edhe me mujtë me jep kvaliteta që i kam une mi shtinë edhe në ekip, edhe më forcu për lojet që vinë. Jam konë shumë i gëzuar, është një moment i madhë për mu në karrierën time, të me ftonë kombëtarja e Shqipërisë, kështu që jam konë shumë i kënaqur dhe jam shumë krenar që mund të përfaqësoj Shqipërinë. Për mu do me thonë gjithë shka kjo është një mundësi për mua të kallëzoj kvalitetet e mia në fushë dhe shpresoj që mund të ndihmoj ekipin me kvalitetet e mia dhe të kallëzoj veten në, si më thonë, nivel internacional. Përshtatja u konë shumë mirë, lojtarët më kanë pritë shumë mirë dhe duket si një grup i mirë, jena social dhe të tonë rrinë së bashku dhe grupi i mirë edhe në fushë dhe jashtë fushës. Ditë kanë shku shumë mirë, stërvitjet janë konë të mira, niveli lartë, dhe shpresoj që çdo ditë do të bëhem edhe më të mirë dhe bëhem gati për kampionatin. Është shumë e rëndësishme për mu, sidomos për ekipin, nëse mund të ndihmoj ekipin shqiptar me kvalitetet e mia është, si më thonë, një nder dhe jam krenar që që ma kanë jap këtë mundësi dhe shpresoj që do shkojmë larg si grup dhe të luftojmë në këtë kampionat dhe të shkojnë ndeshjet sa më mirë.